Me thonë drejten, prej fillimit punimeve, rehabilitimi së linje, në vitin 2019, neve si ndërmarrje kemi dhe humbje jashtëzakonisht maja. Dykon për llogaritit që kemi bën në muajin prill, kapin shifrën për 9.5 milion euro. Edhe këto janë humbje që i kem të argumentuara në bazë kontratave që kemi pas edhe ofertave që kemi pas për transport. Për linjën 10 tash është dasht nështë me harru çështjen e rehabilitimit, ka pasur të përfundonte vite më parë, ende është larg përfundimit, a e ngritni ndonjëherë si shqetësim, si ndërmarrje, që po vonohen punimet dhe rrjedhimisht do të mund të dilnit në fitim, dhe të mos vazhdonte ky trendi i minusave për çdo vit dhe subvencioneve të parave të qytetarëve për një ndërmarrje që punon me humbje. Si shqetësim ne ngrisëm vazhdimisht. Edhe çfarë ju thuhet? Po, është projekt që nuk menaxhohet prej neve. Këtu është problemi. Edhe me keqje është edhe nëse e linë, vët në funksion, e kemi problemin se klientë cilët i kemi pas që janë është orientuar transporti ka transporti rrugor. Kështu që kemi pas problem edhe në të ardhmen për me kthye klientelën ka transporti rrugor. Pra tashmë e keni humbur klientelën, po nuk jeni optimist që do ta riktheni. Po optimist jem, po do të merr kohë edhe kjo. Sigurisht që merr kohë. Edhe sa pritet që Trenkosit punoj me humbje? Në atë moment, kur hapet linja hekurudhore, linja 10 e kom fjallën, ose Fushkosovë, Hanje Lezit, besojmë që me pak klient, që ofse i kthejmë, shumë letë ndërmarrja kthehet një ndërmarrje profitabile, për faktin që vlen të theksohet se prej prillit vitit 2023. Ndërmarrja Trenkos e kemi gjetë në një gjendje të rëndë financiare me një borxh afër 2.2 milion borxhe ndaj institucioneve, operatorëve ekonomik. Kemi gjetë dikun janë 59 raste konteste gjyqësore, të cilat paraqesin gjithashtu rrezik për ndërmarrjen. Kemi gjetë çfarë rreziku paraqesin këto? Po janë konteste gjyqësore trashëgune, edhe prej hekurudhave kur kemi qenë si ndërmarrje bashkë, po edhe ka raste të reja për kompenzim dameve, të mallit e kështu, po kjo është një rrezik, kemi pas raste vitin e kaluar me një çatallësh në rrit humbja ndërmarrje, ka qenë një rast i vitit 2000, ku përmes përmbarimi kontest punë na janë marrë dikun afër 90.000 euro për llogarisë. Tash tjetër, si ndërmarrje kemi trashëguar edhe një borxh që e cilin e kemi në administratën tatimore, kemi gjetë kontribute të papaguara të punëtorëve prej vitit 2020 dhe 2022. Janë 3 vjetë kanë qenë të papaguar obligimet ose kontributet personale të punëtorëve. Dhe më thonë, gjitha këto sfida janë të na përcjell, edhe në këtë vit. Kur jemi të punëtorët që 2 protesta me rend janë veç këtë muaj, e para me 1 maj dhe